Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Tempus. Sonte do të flasim për një temë e cila vazhdon të na shqetësojë të gjithëve në aspektin e sigurisë. Fjala është për plashkitjet e pazbuluara në Kosovë. Jo rrallëherë kemi pasur se si në pikë të ditës ndodhin plashkitje sidomos të bankave nga persona të armatosur të maskuar. Por çuditërisht edhe pse kanë avancu pajisjet dhe metodat e hetimit, këto raste po vazhdojnë që të mbesin të pazbuluara. Për këtë temë ne kemi siguruar materiale të shumta të incizimeve të këtyre rasteve të plashkitjeve, të cilat i kemi siguruar nga organet e ndjekjes, materialet të cilat ne do t'i shfaqim në vazhdimsi në disa emisione radhazi. Por sonte, me qenë se kemi të pranishëm drejtorin e kompanisë Besa Security, Granit Hasanin, do të sjellim disa prej pamjeve ekskluzive të disa rasteve që lidhen me plashkitjet që i ka ndodhur kësaj kompanie gjatë kryerjes së shërbimit të transportit të parave të gatshme. Para se të fillojmë me transmetimin e këtyre pamjeve ekskluzive, fillimisht më lejoni që të prezantoj panelin të cilët sonte me mua janë. Zotëri Gazmend Hoxha, drejtor i operacioneve në Policinë e Kosovës. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjem, faleminderit për ftesën. Siç e paralajmërova, është Granit Hasani, drejtor general në kompaninë Besa Security. Mirë se ke ardhur. Mirë se gjej. Është kolegu hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, zotëri Gzim Shala. Mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Dhe është eksperti i sigurisë, zoti Suad Biklisi. Mirë se ke ardhur. Mirë se gjej. Sonte me ne, si zakonisht, janë edhe studentët e fakultetit juridik, por edhe juristët, të cilët gjatë emisionit do të kenë rastin që edhe të shtrojmë pyetje për panelin. Para se të fillojmë diskutimin, ju ftoj që të ndiqni fillimisht pamjet ekskluzive pra të plashkitjes së parë, e cila ka ndodhur në vitin 2017 dhe që si rast mbetet ende i pazbuluar. Besoni që nuk janë pamje të filmave, por janë pamje të plashkitjes të një ngjarje pra reale që ka ndodhur në pikë të ditës.
Tani po vazhdojmë me debatin në studio, shikues nderuar. Zoti Hoxha, po filloj me juve. Pra, ky rast të cilin e shikuam është rasti vitit 2017, kur është plashkitur banka Prokredit. Prej atëherë mbo 4 vjet nga kjo plashkitje që ishte vërtet e frekshme, që ka ndodhur në pikë të ditës. Ky rast hala nuk është zbulu. Çu shpjegohet kjo? Rastet që e pam bashkarisht, jo vetëm ky, po dhe rastet tjera të natyrës grabitjes, janë raste të rënda, të cilat policia e Kosovës i trajton me seriozitet edhe me shqetësim të madh. Sipas natyrës së veprave penale, ne i kemi ndodhe kompetenca lëndore punës policisë. Këto raste jeton njësia e timeve rajonale, e ka një skuadër të policëve, të hetuesve që janë trajnuar edhe punojnë një kohë gjatë në hetimin e rasteve të tilla. Normalisht që rastet janë kohë gjatë komplikuara të kësaj natyre, edhe ata grabitës, fakt, keqbërës, grupe kriminale që e kryejnë rastet të tilla janë kohë gjatë organizuar, edhe kryejnë grabitjet në mënyrë kohë gjatë profesionale dhe rrallëherë kanë lënë, domethënë, gjurmë dhe mundësi që ne me kapa dhe me ndjek tutje. Mirë po, policia ato që ka mujtë me gjetë në vendin e ngjarjes edhe gjurmimet që ka përmendej i dërgojnë për ekzaminim në për laboratorat tona, po laboratorat shteteve me cilat ne kemi bashkëpunim për të kërkuar fakt rezultatet e për mujt me lidh personat e dyshimt me vendin e ngjarjes edhe me krimin që është bën. Këtu normalisht që ka vështirësi, edhe ne po punojmë që spari ne kemi obligim të parandalojmë të paktën të reduktojmë numrin e rasteve të kësaj natyre, edhe mandej të hetojmë. Normalisht që kjo nuk është një pasqyrë e mirë, ne po punojmë që në të ardhmen të kemi sa më pak raste dhe të zbulojmë më shumë se sa që kemi zbuluar deri tash. A keni ndonjë statistikë që na flet çfarë trendi të plashkitjeve kemi edhe çfarë zbulueshmërie të këtyre plashkitjeve ka? Po kemi diçka më. Rastet grabitjes janë të raportuar në gjithandej në për komunat dhe rajonet e Kosovës, me shprehur e kemi në Prishtinë, edhe mandej janë rajoni Pes, Ferizaj, edhe kemi për shembull për vitin 2019 kemi pas 171 raste të grabitjes. Prej tyre kanë qenë 66 raste me grabitje, dhe 95 raste ka qenë të grabitjes armatuese. Sa janë zbuluar këtyre? Për tyre tash e kam statistikën të do të më nxjerrëm tjetër në faqe. Ndërsa në vitin 2020 kanë qenë gjithsej të 148 grabitje, ndërsa për këta në fakt deri në nëntor të këtij viti i kemi 152 raste të raportuara. Normalisht që viti 2020 është një vit i pakrahasueshëm për shkak që dihet kemi pas një pandemi edhe me muaj tërë Kosova ka qenë bllokuar, nuk ka mujt me lëviz, po ashtu kemi pas rrëmje në shumicën e veprave penale, po edhe te grabitjet. Ndërsa të zbulimi, kemi tash u nxjerrë edhe statistika tjera, të cilat zbulueshmëria këtyre rasteve deri në janar të këtij viti është 63%. Po i përmbledh krejt totalin në këto raste. Totalin e grabitjeve. Për këtyre rasteve të bankave, pra të këtyre ku ka pas shumë më shumë para, pasuri, pra që është vjedh, çfarë përqindje të zbulueshmërisë të rasteve kemi? Se këto janë disa prej rasteve të mëdha të cilat nuk janë zbuluar. Shkas në këtë rast e kemi edhe prezencën e drejtorit të kompanisë Besa Security, ku 4 raste të tyre ende nuk janë zbuluar. Do të flasim edhe për rastet e tjera pasi të shohim historinë. Po. Për rastet e bankave ne kemi pas vitin e kaluar kemi pas fakt një numër goxha të madh të rasteve të raportuara se vjedhje dhe tentativ, në fakt grabitje dhe tentim grabitje të bankomatave. Nëse keni mujt me mbuluat pjesë, edhe ka qenë një fenomen që janë përdorur eksplozivt për shkatërim të automatëve, bankomatëve dhe mandej janë vjedhë parat. Edhe si pasojë e saj ne kemi bërë një organizim të mirë të policisë, e kemi bërë një grup hetues që ka punuar dhe kemi pas një arrestim goxha të madh të një grupit kriminal që është arrestuar nga hetimet rajonale të regionit Ferizajt, të cilët bile sot e pash në media edhe është ngrit aktakuza edhe për rambojtje edhe për tentativa tjera, në fakt një grupit të organizuar.
Për dy rastet e fundit që ka ndodhur, njëna me mars edhe tjetra në fund, në fakt para një muaji, të këto raste akoma nuk kemi, domethënë, në arrestim direkt. Në fakt rasti i fundit në do të flasim për ato zoti Hoxha, masi të shohim edhe storit, veç është fjala për çet vitin në Gjelën kemi një arrestim, edhe policia është duke punuar në drejtimet goxha të mira. Ka goxha shumë informacione prej njerëzve të ndryshëm, po edhe prej institucioneve dhe jemi duke trajtuar, po shpresojmë që në të ardhmen afërt do të kemi një zbulim të këtij rasti. Okej, zoti Hasani, ju jeni si kompani e dëmtuar në këtë rast, tu i pa këto raste të grabitjeve cilat kanë ndodhur. E keni pa edhe ju storën cilën e transmetuam nga pamjet që i kemi siguruar nga organet e ndjekjes, ku shihet pra që ndodh plaçkitja në pikë ditës si në filma. Qysh ka qenë qasja në këtë rast edhe e policisë edhe e prokurorisë në trajtimin e këtij rasti, i cili nuk është zbuluar ende? Ne që nga rasti i parë që ju shfaqet në media në vitin 2017, gjithmonë kemi qenë në bashkëpunim me policinë e Kosovës, hetuesin, i kemi dhënë gjitha dëshmitë tona, mirë po si të shihet deri më sot nuk ka absolutisht asnjë feedback, asnjë informat kthyese çka ka ndodhur me rastin, qoftë prej policisë Kosovës, hetuesisë apo kudo qoftë, përkundër që ne jemi taku edhe për raste tjera, feedback sa i përket rastit të fundit nuk kemi. Kjo është e tëra. Sa i përket 2017-ës, sa i përket 2017-ës, absolutisht asnjë. Qysh ka qenë qasja, domethënë, e policisë, sa juve si përfaqësuesi kësaj kompanie thjesht ja u kanë mbush synin hetuesia në këtë rast prokuroria që janë duke e kry punën që duhet në bazë të asaj që keni mujt me vrejt? Ne për secilin rast kemi qenë shumë të bindur, sepse i kemi besuar dhe i besojmë institucioneve tona, dhe kemi qenë shumë të bindur nga fjalët që na kanë thënë që do të kemi një zbulim, që janë duke u marrë të gjithë me rastin, të gjithë krerët e policisë, të gjitha nëse mund të them edhe hierarkitë e policisë janë duke punuar në drejtim dhe do ta kemi shumë shpejt zbardhjen e rastit. Mirë po deri sot ja që hetimet vazhdojnë. Hetimet vazhdojnë. Po vazhdojnë hetimet. Zoti Bikliqi, në këto raste të plaçkitjeve që po ndodhin pra kështu krejt në mënyrë spektakulare dhe që nuk po na zbulohen, çfarë ndikimi kanë në aspektin e sigurisë dhe çysh ndikojnë ato në shoqëri? Se po është shumë e frikshme me pa pamje të tilla. Rastin që e pam në storje, jashtëzakonisht i frikshëm edhe për neve të rriturve, edhe këto sa ndikojnë në shoqëri, e sidomos në pikë të ditës, e në mes të qendrës të kryeqytetit, jashtëzakonisht ndikojnë shumë negativisht në shoqërinë tonë. Pse? Kjo, sepse zbehet siguria e secillit qytetari që lëviz rrugëve të kryeqytetit. Përveç tjerash, kjo zbej edhe besimin e institucioneve të Republikës të Kosovës, në fakt organeve të sigurisë, në rast se nuk zbulohen rastet e tilla. Kështu që unë mendoj që për rastet e tilla duhet jashtëzakonisht me marrë masa qoftë zbuluese, qoftë preventiva për parandalimin ose zbulimin e rasteve të tilla. Në të kundërtën, mendoj që është shumë shqetësuese për qytetarët e Republikës të Kosovës. Zoti Shala, qytetet për këtyre pamjeve që në vetëm ndallim, si duket me filma e kanë që këtu janë pamje reale, nuk janë filma. A u çudite? Në fakt pamje të tilla çdo herë jesin shokuese dhe asnjëherë nuk normalizohen. Mirë po kur e mendoj do thotë gjetjet e Institutit Kosovës për drejtësi mbi trajtimin e këtyre rasteve, nuk është se është çudi që të ndodhë edhe kështu, nuk është që s'kemi prit që në të ardhmen këta do të trimnohen e do të veprojnë kështu edhe gjatë ditës për arsye se ndër vite politika e hetimit, ndjekjes dhe gjykimit vetëm sa i ka trimnu këta kriminal, këta plaçketës që ata sot morrin guximin dhe dalin në këtë mënyrë. Për këtë arsye, nëse shohim rrjedhën se çu ka funksionu sistemi i sigurisë dhe i drejtësisë përballë këtyre rasteve, nuk shoh asgjë çudie. Dëgjova me kujdes përfaqësuesin e policisë dhe në fakt e tregoj se ishte një narracion shumë pozitiv. Mirë po, ky rast për cilin ne tash e pam, ky ende nuk ka përgjigje dhe tash mundemi me paramendu se grabitësit
të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë akt, apo dhe grabicit e tjerë potencial, kur të shohin këtë video dhe na dëgjojnë neve këto që prej 2017-ës nuk ka asnjë feedback, para mendoj se çfarë trimnie kanë me pas ata që me u përfshi edhe në raste të tjera të kësaj natyre, për shkak se nëse ata nuk ndiqen dhe nuk gjykohen, fitimi është jashtëzakonisht i madh, për arsye se bëhet fjalë për fitim të postëve që ata e marrin të gatshëm në qytet. Ideja pse ndodhin këto nuk është faktori pse ndodhin këto nuk është e koncentruar në një fushë të vetëm. Ka një zinxhir të dështimeve që nga momenti kur hetohet rasti në polici, që nga trajtimi shablon në prokurori, më pastaj kur shkon në gjykatë kemi një politikë ndëshkimore favorizuese dhe jo ndëshkuese në raport me kryerësit e kësaj natyre, që në fakt e bën këtë dukuri jashtëzakonisht problematike, jo vetëm për palët e dëmtuara, pronarin e parave ose kompaninë, mirë po edhe për rrethin e përgjithësi, për shkak se terrorizohet masa kur sheh skena të kësaj natyre dhe sheh një mos efikasitet të sistemit. Dhe edhe një çështje tjetër, më fal, nuk u përmend se këto raste trajtohen këto plaçkitje kryen në mënyrë të organizuar dhe me profesionalizëm të lartë. Mirë po duhet ta kemi edhe një çështje shumë parasysh në rastin kur ndërtojmë politikat për trajtimin e këtyre rasteve, se këto raste fillojnë që nga policia apo edhe që nga bizneset të cilat bëjnë sigurimin e parave. Për shkak se ne po edhe në pamje, do thotë intervenimi i plaçkitësve është shumë i saktë në moment, në vend, në cakt të duhur, që e pamundson do thotë është e pamundur të mendohet se një plaçkitje e kësaj natyre mund të ndodhë pa pasur informacion paraprak. Dhe për këtë arsye, krahas faktit që ne i lavdrojmë ata në aspektin kriminal, ne duhet ndjehemi të shqetësuar se si rrjedhin informatat për transportimin e këtyre parave, duke pasur parasysh se edhe metodat për sigurimin e parave kanë avancuar jashtëzakonisht shumë dhe ata ndërhyjnë në këtë mënyrë, definitivisht se duhet të kthehemi një hap mrapa dhe që të trajtojmë faktin se nga rrjedhin këto informata për këta plaçketës. Faleminderit, besoj këtë pjesë do ta diskutojmë më pas, po para se të vazhdojmë me zotin Hoxha, e ftoj regjin që të na lëshoj storien e dytë të rastit të plaçkitjes që ka ndodhur në vitin 2019 tek 8 banka në Prishtinë. Shikuesndëruar, po kthehemi tani me zotin Hoxha. Zoti Hoxha, tashmë, siç e thash edhe në fillim, edhe pajisjet po edhe metodat e hetimit kanë avancuar për zbulimin e këtyre rasteve. Pra ka shumë kamera
edhe ka shumë mundësi që tust me pas në dorë prova, dëshmi të cilat çojnë deri te zbulimi këtyre rasteve. Qysh është i mundshëm që me ndodh këto raste, ku ka dhe sulm me armë, edhe ku kjo plaskitje zgjerohet edhe nga bankat e kamerave, po ka dhe banka rrugës që mund ta dëshmojnë ndoshta lëvizjen e secilit prej këtyre akterëve të cilët janë përfshirë në këtë plaskitje. Po shohim edhe qytetarë aty në storje që janë afër, ndoshta kanë mujt mi pa, ndoshta kanë mujt me vrejt detaje të cilat janë në shërbim të zbulimit të rastit. Çka po ndodh me këto? Pse nuk ka zbulim ma efikas të këtyre rasteve, kur janë gjitha këto mundësi? Po, nuk është që nuk ka zbulim, sepse duke përdor po ato kamera dhe dëshmitë e dëshmitarëve ne kemi pas raste që zbulu. Për shembull, kemi raste në shtime, te grabitja e bankës Raiffeisen, që ka ndodhur poshtë vitin 2019, po dhe më herët, ku është përdorur njëjta metodë e dëmtimit me çekiç edhe me sapat e dyrëve të bankës, ku mandej policia përmes kamerave, përmes injizimeve që është marrë atje, po edhe dëshmitarëve ka arrit me zbulu rastin edhe njerëzit janë prapa grila. Tash, ndoshta ka qenë fati keq, ndoshta ka qenë pamundësia e policisë që nuk është zbuluar rasti i tillë, po një grup i plaçkitësve, në fakt i grabitësve, se sipas kodit tonë penal nuk kemi plaçkitje, kemi grabitje. Populli e marrë vesh pak më mirë plaçkitjen. Po flasim për gjuhën juridike edhe penale që e përdorimi ne si polici. Do të thotë është një grup i kësaj natyre të veprimit që është arrestu, edhe të njëjtit janë në fakt në proces në sistem drejtësisë. Okej, i pam dy raste, tash kisha dashur duhet me pas parasysh që nuk është që policia ka neglizhuar ose neglizhon raste të tilla. Sa për njoftimi juaj, ne kemi pas një polis tash, po bëhet një vit që ka humb jetën në reagim ndaj bankës. Është 20 maj. Domthonë policia e Kosovës nuk e ka kërcyer veten. Domthonë policia jonë ka qenë duke hangër buk, edhe u çup drejt prej bukës ka shku edhe ka vdek në linjën e tyres për më mbrojt. Po nuk lidhet detyrën e vet, normalisht po ka sakrifiku. Po ashtu kemi një policë që është po ashtu tash një vit është plagos në tentimin e grabitjes së bankomatit në afër Grand Stores. Domthonë policia e Kosovës nuk është që ka kërcyer veten e saj në qoftë në parandalim, qoftë që në preventiv duke hartu plane operative të parandaluese, po edhe të hetime, jemi duke bot pamundren, mirë po, si që thash, si s'te edhe ti. Gjithmonë, kriminalët ecin një para me qëllim mbulimit të gjurmëve. Kamerat shpeshherë përbëhen të pa përdorshme kur përdorën maskat. E vërtet. Do të flasim për këto aspekte. Janë gjona, detale cilat po tash i diskutojmë bashkë. Pamundsojnë një farë mënyrë e vështirësojnë punën e policisë në hetim. Të shohim edhe një dy storje të tjera që kanë të bëjnë me dy raste të cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti, kur kanë qenë duke u transportuar para nga kompania Besa Security. Këto dy raste kanë ndodhur gjatë këtij viti dhe mënyra kryerjes së këtyre dy grabitjeve me armë është pothuajse e njëjtë. Pra njëra ka ndodhur në mars, tjetra ka ndodhur para një muaji pak ditësh. Ti ndjekim këto dy storje dhe kthehemi me debatin në studio.
Zoti Hasani, i pam këto dy plaskitjet cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti, pra një në mars, tjetra në nëntor, dhe kanë ndodhur pothuajse në mënyrë identike me atë sa pam. Sipas informacioneve që i keni ju, çka kanë të përbashkëta këto dy plaskitje? Qysh ka ndodhur edhe a ka informacion çka ka ndodhur në hetuesi në zbulimin e tyre? Është e vërtet, se që pa dhe në kamera, edhe rasti 8 marsit, edhe rasti 18 nëntorit, kanë gjashmëri në operacion. Gjithsesi modus operandi është i njëjtë, tërësisht nga rasti i parë në rastin e dytë. Lokacioni pothuajse është i ngjajshëm apo aty afër ku ka ndodhur ajo 8 marsit. Afër të Badovsit ka ndodhur, apo? Afër Badovsit ka qenë rasti të 8 marsit, ndërsa kjo 18 nëntorit ka qenë më poshtë gjithsesi në pjesën e Gjilanit dhe janë duke marrë hetimet e regionit të Gjilanit. Deri më sot ne kemi qenë në komunikim mjaft të madh edhe me hetuesinë e Prishtinës për rastin e 8 marsit. Ne i kemi ofruar të gjitha dëshmitë si kompani, kemi bashkëpunuar me ta që t'i ofrojmë çkado që ata kanë kërkuar dhe çkado që ne kemi pasi përparësi për zbardhjen e rastit. Mirë po fatkeqësisht nuk kemi ende asgjë në këtë drejtim, nuk kemi rezultate. Gjithsesi ne e dim, na është thënë që është duke punuar shumë dhe janë duke punuar pa ndërprerje, qoftë jashtë orarit apo në vikende. Mirë po fatkeqësisht për neve deri sot nuk kemi pas rezultat. Ka mungu efektiviteti i punës apo çkado qoftë tjetër. Ç'ka ka mundësi, Zoti Hasani, me na ndodh këto raste, nëse nuk ka bashkëpunëtor qoftë për brenda bankave, qoftë për brenda edhe kompanive që i ofrojnë pra transportet, sigurinë në këto raste, qoftë edhe për brenda hetuesisë. A ka mundësi që me ndodh këto raste të grabitjeve duke i pas këtë këto informacione të sakta se kur vjen vetura, qysh qarkullon vetura, ka me qarkullu, ku komunal, krejt këto pra çka thojmë për juve, dhe a ka mundësi me ndodh pa pas njerëz për brenda këtyre institucioneve, për brenda këtij zinxhiri? Ne kemi gjithmonë në aspektin profesional dyshimet e tona ku mendojmë, ku dyshojmë, edhe për të gjitha jemi pyetur edhe nga hetuesia, edhe ne kemi treguar atyre që ne çka mendojmë. Të gjitha këto fakte i kanë hetuesia e Kosovës. Mbi ato fakte që ne i kemi dhënë tek ta, nuk e dim nëse u ndërtu diçka, nuk e dim nëse kanë rezultu pozitive, sepse tash fatkeqësisht nuk kemi feedback të duhur apo komunikim efektiv dhe nuk mund të themi se ku jemi sot. Ka kaluar nga 8 marsi një kohë bukur e gjatë dhe fatkeqësisht na ndodh edhe 18 nëntori, edhe kalun edhe 50 ditë e ne nuk kemi informat kthyse se çka po ndodh. Kjerën e kemi të hendikepuar, edhe që 50 ditë nuk kemi informat nëse është kry ekzaminimi asaj veturës, çka ka ndodh, janë shkrep, në rastin e parë janë shkrep mbi 60 pluma të kallashit, kalibrit AK-47, siç na është thënë, sepse ekspertizën nuk e kemi si kompani. Në sulmin e fundit me 18 nëntor kanë shku 50 ditë edhe nuk kemi asnjë informat rreth ekzaminimit apo një feedback çka duhet, nëse duhet një informat shtesë apo çka do të qoftë prej. Pra s'ju kanë marrë informuar hiç, a janë afër me pista për shembull, a presin që me pas ndaj rezultat konkret me kërku diçka më shumë prej juve? Kur gjesh? Premtime me qujt indirekte apo shpresa me qujt ma mirë, jo premtime, por shpresa gjithmonë kemi pas nga qasja tyre, nga ato që na është thënë,
Mirë po ne ende ngelimi vetëm si palë e dëmtuar në këtë rast. Okej, zoti Hoxha, a ka mundësi me ndodhë qëto raste të grabitjeve pa pas njerëz këta grabitës, qoftë në bank, qoftë në kompani të sigurimeve, qoftë në polici? Se pa pas dyqysh një bashkëpunim, pa pas njerëz, pak problemi ditëve që është vinë krejt këto? Nga që thatë edhe ju edhe kolegë këtu, nuk do të thë që s'mund me ndodhë edhe pa pas njerëz brenda, mirë po dyshimet janë që gjithmonë mund të ketë njerëz që e tregojnë itinerarin, kohën, vendin, lëvizjen, edhe shpesher kem pasë raste kur është zbulu që nga brenda në mund dikush ka qenë një bashkëpunëtor që i ka dhënë informacionet për lëvizjen e parave dhe vendin e kohën e kështu. Për rastën e fjalë që po flasëm, Shky rasti i tretë dhe i katërt pa të ngjashmëri shumë të madhe, zoti Hoxha. Pajtohem me granitin që modus operandi pothuajse është i ngjajshëm te rasti i parë dhe rasti i dytë, po mos më thonë ndoshta është më i avancuar te rasti i dytë, mirë po më duhet me qenë i rezervuar në dhënien e informacioneve në lidhje me rastin e dytë për shkak që rasti është përgesë e sipër, edhe duke pas parasysh që mund ta dëmtojmë hetimin edhe e pengojmë këtë. Aja që mund të them tash për të është që për rastin e dytë ne kemi një person të arrestuar. Në cilin një formë apo rastin e dytë kemi fjalën që ka ndodhur në nëntor 2021. Po. Është një person që është arrestuar, që në një farë mënyrë është ndelidur në një tethore me ndihmësin që ka mbujt me abon e grupit kriminal. Edhe ka disa pista hetues goxha të mira që janë duke hetu, edhe presim rezultatet gjatë ditëve të ardhshme. Domethënë është duke punu goxha mirë. Sa i përket ekzaminimit të mjetit, ekzaminimi fillestar nga forensika ka përfundu, mirë po vetura kërkon një ekzaminim më të thellë, më specifik, e për cilin policia dhe prokuroria është duke tentu me kontraktu për mbujt me bë ekzaminime të thella atë që ne kemi kërkuar. Tash mundem me thonë detajisht se çka po kërkohet, po është një çështje më sensitive, që kërkon ekspertizë më të madhe për të ardhur deri te analiza e saktë. Zoti Piklisi, a ka mundësi me ndodhë këto raste pa pas njerëz mbrana? Nuk do me thonë domosdoshmërisht me qenë edhe mbrana, tha dhe zoti Hoxha. Ka dhe rastet të tjera. Pa pas njerëz mbrana, qysh është e mundshme si ai rasti për kreditet ose këto me vepru edhe me udit pothuajse çdo detaj më mirë se sa vetë punëtorët ndoshta që janë të ekzekutuar një detyrë për një transfer të parë ose ata në bankë ose. Jo çdo herë është për brenda. E thash edhe paraprakisht, por nuk përjashtohet asnjëherë mundësia që mund të ketë njerëz edhe nga brenda. Pse? Sepse na e dim për shembull edhe në praktika të tjera të policisë në rast se ndodh në një vjedhje, në një lokacion të caktuar, policia kryesisht të dyshuarit kryesori merr ata njerëz që janë afër aty për rreth, cilët e njohin mirë zonën edhe lokacionin. Zakonisht praktikat e policisë janë të tilla. Kështu që edhe në këtë rast nuk përjashtohet asnjë mundësi që mund të ketë njerëz edhe nga brenda të cilët japin informacione jashtë dhe arrin deri te realizimi i akteve të tilla. Në këtë rast e pam që në vazhdimsi ka pas një farë guximi të rritun të këtyre grabitësve. Pra, qysh e pam prej vitit 2017 pat veprime të grabitjes me armë, më pas pat gjujtje me armë. Në rastin e tretë e pam që dolën grabitësit edhe me zoll, domethënë një farë rreziku i jashtëzakonshëm për sigurinë publike, për sigurinë nacionale në vend. Kjo, çfarë do të thonë kjo? Pikërisht pra shkas i krejt kësaj është mos zbulimi këtyre rasteve. Në rast se vazhdon një trend i tillë që mos të zbulohet asnjë nga rastet e tilla se si kanë ndodhur Besa Securityt, na duhet me pritë edhe raste të tjera. Jo ndoshta domosdoshmërisht në Besa Security, por ndoshta edhe në institucione tjera të sigurisë. Kështu që është një element i vetëm aty, është mos zbulimi i kryesve të veprave, që të çon drejt deri aktet e tilla. Zoti Shola, ju monitoroni raste gjyqësore të cilat lidhen edhe me grabitje të ngjashme që kanë ndodhur nga kryes të ndryshëm të vepra penale. Sipas gjetjeve të juaja të këtyre rasteve në monitorim, çfarë politike të ndjekjes edhe dënimeve kanë këto raste? Edhe praktikisht apo ndikon që kjo mënyrë ndjekjes edhe dënimeve, pra kjo politikë ndëshkimore që është tepër e butë, që thjesht me pas një stimulim dhe këta njerëz muni
komod për kryerjen e këtyre vepra penale. Po, unë konsideroj që këtu qëndron një problematik para se me fillu ndjekja, do thotë kush e bën ndjekjen. Fatkeqësisht ne në këtë panel nuk kemi përfaqësues të prokurorit të shtetit dhe ata do duhet të jepshin një përgjigje për këtë informoj çështje. shikuesit që ne i kemi ftuar të gjithë përfaqësuesit në këtë rast edhe të prokurorisë edhe të gjyqësorit, por që ata nuk ju kanë përgjigjur pozitivisht ftesës tonë. Kështu që në mungesë të tyre do diskutojmë edhe pjesë lidhur me ta. Është problematike, do thotë përballë një dukurie ka shqetësuese për gjithë qytetarët dhe përballë këtyre pamjeve, ata me u tërheq edhe mos me marr pjesë në diskutime të kësaj natyre. Të paktën ja kanë bërë publikut me dhënë një sqarim. Mirëpo një problematik tek kjo çështje, tek mënyra apo tek adresa se kush i trajton këto raste, është problematike sepse këto raste nuk trajtohen nga ana e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Raste të këtij niveli, çfarë po definitivisht se do duhet të ishin në kompetencë të PSRK-s për shkak të profesionalizmit dhe të resurseve që ka kjo prokurori dhe jo që të trajtohet një rast nga një prokurori, një rast nga prokuroria tjetër, veçanërisht kur shohim raste për shembull të kësaj natyre ku ne fillimisht e shohim që mënyra e kryerjes apo modus operandi është tërësisht i njëjtë, për dallim do thotë nëse i krahasojmë pamjet e historisë së parë që i pam 2017 me këto të fundit, e shohim se tani më kanë filluar dhe me u trimnu për shkak se po përdorin edhe artilleri të rënd dhe kjo nuk është që ka ardhur vetvetiju, mirë po ka ndiku mënyra trajtimit të 2017-s që ata me pas një artilleri të kësaj natyre çfarë përdorin, një artilleri kushtimisht po them terrorizuese, çfarë përdorin në vitin 2021. Në trajtimin e këtyre rasteve do thotë nëse fillojmë prej hetimit nuk e kemi një hetim efikas dhe profesional. Për shikuesit po ilustrojmë një rast që kemi pasur, që kemi monitoruar në Institutin e Kosovës për drejtësi, që i pandehur në rastin konkret është liruar nga akuza për shkak se gjykata nuk ja ka folur besimin dëshmisë së dëshmitarëve. Rasti ka të bëjë me dy polic që kanë qenë jashtë detyrës, mirë po kanë intervenuar në një rast të grabitjes dhe që të njëjtit më pas janë udhëzuar që të japin deklaratë në polici, mirë po nuk janë udhëzuar nga policia që ta identifikojnë personin. Dhe për identifikim të personit të njëjtit janë ftuar pas 4 ose 5 muajve dhe që gjykata në këtë rast ka thënë se nuk mundemi me marrë si të besueshme këtë deklaratë të identifikimit të personave për shkak se bëhet fjalë pas 4 ose 5 muajve pe kur ka ndodhur rasti, përderisa identifikimi do duhet të bëhej në ditën kur ka ndodhur rasti dhe si rrjedhoi personi është liruar nga akuza. A ndodhin këto qëllimisht nga padituria? Definitivisht është problematike kjo çështje për shkak se veçanërisht nëse trajtojmë me faktin që dyshimet kryesore, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende tjera janë që raste të kësaj natyre ndodhin me rrjedhje të informatave nga brenda, nuk përjashtohet edhe skenari që ata të kenë akter të përfshirë brenda policisë së Kosovës edhe pasi të kryhet rasti, që ato lëshimet profesionale të tyre me rastin e kryerjes së një grabitje të mbulohen më pas në hetuesi. Ndërsa kur kalojmë pas tek prokurori i shtetit, këtu e kemi një trajtim shablon që nuk i përshtatet karakteristikave të rastit. Po përmendi një rast tjetër që ka ndodhur në Podujev, ku bëhet fjalë për një grabitje, për një vjedhje të rëndë me vlerë 168.000 euro mbi 5 kg ori, dhe që gjykata në këtë rast ka kërkuar që prokuroria më në 30 ditëve ta precizojë këtë akuzën dhe thjesht prokuroria nuk i është përgjigjur kësaj kërkesa dhe gjykata ka hull poshtë akt akuzën. Veç për shkak se nuk është bërë precizime. Po, arsyetimi i prokurorisë i kryeprokurorit Kujti Munishi ka qenë se në këtë rast ai ka qenë me Covid, mirë po nëse një prokuror ka qenë me Covid nuk është mbyll prokuroria. Dhe prokuroria vazhdimisht ka funksionu edhe në kuptim të arritjes së afateve ligjore. Edhe grabicat kanë grabit edhe kur u kon Covid. Definitivisht po. Dhe përkundër faktit që ka pasur një ulje të trendit për shkak ka qenë situata siç ka qenë, grabicët e kanë vazhduar punën e vet. Dhe problematika tjetër është për ato pak raste të cilat kalojnë në gjykatë. Bazuar në dhënat e Institutit të Kosovës për drejtësi, fillimisht kur flasim për grabitje ose vjedhje grabitçare, mbas kodit penal dënimi mund të shkon deri në 12, respektivisht deri në 15 vite burgim. Nëse ka ndonjë person që ka përfunduar me fatalitet, mund të shkojë deri në burgim të përjetshëm. Mirë, po flasim tek rastet që nuk përfundojnë me fatalitet. Shkon deri në 12 apo respektivisht deri në 15 vite burgim efektiv. Në 31 rastet që i ka monitoruar Instituti i Kosovës për drejtësi, shprehun në mesatare
dënimi sa ka qenë në këto raste, është rreth 2 vite e gjysmë për person. Do të thotë që bëhet fjalë për pothuajse një minimum ligjor i shqiptuar në këto raste. Dhe nëse i kemi parasysh se cilat janë qëllimet e dënimit, definitivisht se qëllimet e dënimit nuk arrihen me dënime të tilla dhe këtë e shohim edhe praktikisht. Përfaqësuesin nga policia po thotë se kemi pasur raste të cilat i kemi zbuluar. Dhe po morëm si të më qenë se janë zbuluar ato raste dhe kanë shkuar në gjykatë dhe janë dënuar. Po thonë që 66%, ndonse kam rezervat e mia në mënyrën si kalkulohet ajo statistik, po thonë që në 66% të rasteve ne i kemi zbuluar këto raste. Mirë po dukuria ka shkuar duke u ngrit. Na për shumë që prej 2017-s në vitin 2021 kjo dukuri është edhe ma kriminale, edhe ma mizore. Dhe për këtë arsye që definitivisht të dënime nuk kanë arrit qëllimin e vetë që me parandalu kriminalitetin në këtë fushë. Faleminderit Gzim, para se të vazhdojmë me ju zoti Hoxha edhe zoti Hasani, po i marrim 2 pyetje nga studentët, juristët dhe më pas vazhdojmë me ju përgjigjemi. Kush është interesuar që të shtroj pyetje për panelistët? 2 pyetje mund t'i marrim. Mikrofonin. Përshëndetje. Unë quhem Valita Kelmende, jam monitoruese një KD, konkretisht betimi për drejtësi. Pasi që i pash storjet e grabitjes, po ata një pyetje për përfaqësuesin e policisë zotri Hoxhën, a keni menduar jo që gjatë kohës kur të bëhet transferi me pas një mbështetje për kompaninë fjalë, dhe me thonë mbështetje të policisë, mendoj që kish me qenë ma sigurt edhe mendoj që ishin eliminu rastet, në rast se ka ndodhur ma shumë se 2-3 herë ky rast, a kish me qenë ma e nevojshme gjatë kohës kur të bëhet transferi, do me thonë i parave drejtë në bank, me qenë policia si mbështetëse edhe me qenë siguria. Faleminderit. A kemi edhe një pyetje tjetër? Po. Përshëndetje të gjithëve, jam Isali Smoli, jam jurist i diplomum. Pyetja jam është ndoshta pak e thjeshtë, po që përgjigja na kishte treguar shumë sa i përket këtij fenomeni negativ që po ndodh në shoqërinë tonë. Edhe që fatkeqësisht, siç po e shohim, është çdo herë në ngritje. Zotri Hoxha më herët tha që grabitësit shpesh janë profesionistë dhe aktin e kryejnë në mënyrë profesionale. Amo në pamje, në shumicën e rasteve pam që grabitësit ishin dëveshur me trenerka dhe një rast e pam që edhe grabitja u krye me një kamionet, që po ne më kuptu që grabitësit nuk janë edhe shumë profesionistë. Pyetja jam është, a është një profesionizëm i cekur te grabitësit, te kryerësit e veprave penale, apo është një mos profesionalizëm të organet kompetente për zgjidhjen e këtyre rasteve? Faleminderit. Faleminderit shumë. Zoti Hoxha. Pyetja e parë, po ne kemi bisedu edhe me pas rastit të parë që ka ndodhur në 8 mars, kemi pas një takim me gjithë kompanitë e sigurimit fizik në Kosovë. Prezent nga qenë edhe zotni Graniti, edhe gjitha kompanive kemi ofruar bashkëpunimin tonë, edhe në aspektin e shpërndarjes informacionit ose ofrimit të informacioneve nga këta për ne, edhe po ashtu se çka mund të bëjmë neve më shumë dhe më mirë për të garantuar sigurinë. Po ashtu dhe pas rastit të dytë ne kemi biseduar edhe një herë me Granitin. Ekziston një shumë e caktuar e bartjes së parave, të cilën këta e dinë më mirë, e në cilat këta obligohen me njoftu policinë për itinerarin e tyre. Është një shumë pak më e madhe, e limituar. Sa është ajo, sepse është aspekt ligjor? Më shumë flet Graniti edhe këtë temë. Pyesim Granitin. Për cilët kemi biseduar se çka mund të bëjnë policia për ofrimin e sigurisë, por që është goxha vështirë sepse transferit e tilla të parash ka ndoshta brenda javës 10, mos më thon me qindra. Edhe është goxha ngarkesë e madhe për policinë e Kosovës me mbulu gjitha ato. Po të paktën atë punë që mund ta bëjë policia, jemi zgjuar që do të bashkëpunojmë të ardhmen në mënyrë që të garantojmë një siguri më të madhe për transferin e parave, po edhe sigurinë e përgjithshme e Kosovës. Te rasti pyetja e dytë, po? Pyetja e dytë, a janë më neglizhent hetuesia, a janë shumë eksperta këta plaçkicat? Janë, po nuk është policia neglizhente. Policia po punon edhe profesionalizmi nuk ka skaj. Nuk ka fund. Gjithmonë jemi në progres duke zhvilluar. Edhe në metodë, edhe në teknika, edhe në pajisje, edhe në gjëra tjera. Tash varet se si e sheh ti
profesionalizmin, por që arsyeja pse ata kanë përdorur një kamionet është sepse përmes saj e kanë ndalimin e automjetit në mënyrë të pavërejtur, në mënyrë që mos më ngjall dyshime të kompania e sigurimit. Mandej teknika tjera të lëvizjes dhe të rrjeqjes kanë qenë goxha perfide, të cilat nuk mundem i thonë këtu për shkak që tregova njerë që mundem me dëmtu hetimin, përndryshe pse ata kanë bërë trenerët do të qenë profesional. Domthonë trenerët janë më të lëvizshme për me lëviz më lehtë dhe më largu nga vani ngjarjes. Ata nuk janë ushtarak, ndoshta ose nuk janë policë për më vesh ato me antiplumë e gjëra tjera, mirë po mënyra se si përdoren armët, mënyra se si kanë qit direkt në njerëzit dhe mënyra se si e kanë ndalu, edhe si e kanë organizuar, planifiku, sepse një planifikim i tillë merr me javë ose me muaj të tonë për të ekzekutuar një planifikim i tillë e një grabitje të kësaj natyre. Domthonë kanë qenë goxha profesional, mos harrojmë se në Kosovë gjatë viteve të fundit janë kthyer një numër i madh njerëzve që kanë pas përvoja të ndryshme kriminale në vendet e Bashkimit Evropian. Mos më thonë edhe më jashtë. Të cilët janë kthyer në Kosovë dhe këta tani janë grupu. Po ashtu, këta kanë edhe bashkëpunim goxha të mirë me shtetet përreth, me grupet kriminale qoftë Maqedonisë, qoftë Shqipërisë, mos më thonë edhe me grupe tjera të multietnike që i bashkan interesi, që është krimi dhe përfitimi material dhe pasuror. Okej, zoti Hasani, çfarë politikash ekzistojnë në këtë fushë edhe thjesht ta mundesh me shpjegu për publikun në bazë të këtyre politikave sa lejohet që me një mjet transportues me pas sasi të parave, edhe çysh organizohet krejt kjo në bazë të politikave të cilat janë sistemuar në ligje. Rregull, në këtë rast e kemi ligjen për shërbimet private të sigurisë dhe është udhëzimi administrativ i cili i precizon këto çështje. Në rastin e shumës të parave se si ndahen, udhëzimi administrativ tregon që ndahet klasa e parë, ku kemi drejt deri në 15.000 euro të i bëjmë transportin, qoftë edhe me vetura të vogla. Klasa e dytë është deri në 180.000 euro dhe është një kombi me një kategori me mbrojtje kundër pistoletës, ndërsa vetura e klasit 3 është prap vetura e njëjtë dhe lejohen që vetëm bëhen nga 2 persona, 3 persona dhe lejohen të barten deri në 4 milion euro. Dhe pastaj e kemi 4 milion? Deri në 4 milion, po. Gjithsesht, ajo vetura për rasti i vitit 2017 është vetura e cila është e precizuar me ligjet në Kosovë edhe është një veturë me mbrojtje kundër pistoletës. Pas rastit ne kemi pa që plaçkitja është e bërë me kallash dhe AK-47 dhe ne kemi investuar si kompani në drejtim. Nuk kemi mbetur duar kryq dhe të presim vetëm nga organet e rendit, kemi bërë edhe punën tonë për mbrojtjen e atyre personave dhe parave. Dua ta ndaj edhe këtë informacion, sepse nuk deshta më herët edhe mjë ndal nga bisedat, u fokusum shumë te banka, u fokusum edhe në statistika edhe në rezultatet të banka, por ne është e vërtet që i transportojmë parat e bankave, por parat kur janë në dorën tonë nuk janë të bankave. Janë parat të kompanisë e cila i transporton. Dhe janë në përgjithësi 100% të kompanisë e cila i transporton. Nga momenti që ne i kemi marrë, deri në momentin kur ne i kemi dërzu. Andaj kjo bëhet ndarja mes nesh. Pastaj, nga rasti 2017 të tregova që kemi investuar në vetura të cilat janë të paraparë me kategorinë 4, që tregon që mund të bëhet transporti prej 4 deri në 8 milion realisht, por absolutisht ne nuk kemi as vlera
dhe madje i tejkalon edhe atë klasë, sepse niveli i mbrojtjes kundër kallashit është i nivelit mes të 4-ës dhe të 5-ës, që do ishte mbi 8 milion. Ndërsa ne kemi investuar për sigurinë e punonjësve tanë, edhe siç që patë edhe në rastin e dytë në televizion, që në shtimjen kur shtin me kallash keqbërsi, shoferi është duke pritur para bankës edhe ai mbetet i gjallë. Më falë investimet që ne kemi bo. E kemi edhe rastin e tretë, rastin e 8 marsit, ku i kemi 10 pluma të shkrepur në drejtim të makinës së blinduar, edhe për kundër që blindje është kundër Kalashnikovit, AK-47 xhami amortizohet me kohë nëse është në një hapësirë të afërt edhe mund edhe të depërtoj plumi. Ndërsa dhe ne kemi realisht në rastin e tretë kemi edhe të plagosur, edhe kemi shpresuar edhe më shumë që në këtë rast do të kemi edhe një zgjuarje të organeve të rendit për zbardhjen e këtij rastit. Ndërsa Ka ndodhur kjo? Nuk ka ndodhur në asnjërin rast dhe fatkeqësisht e kemi edhe rastin e 4 të 18 nëntorit para 50 dite sot, në të cilën kemi 38 pluma të shkrepur të Kalashnikov AK-47 në drejtim të veturës, dhe vetura ka rezistuar në këtë rast dhe nëse e marrim si total, falë këtij investimit ne i kemi 9 persona apo 9 jetë të shpëtuara. Nëse ju kthehemi udhëzimit administrativ, ku ne do të duheshim ta kishim atë veturën e rastit të vitit 2017 të rastit të parë, scenario po tregon një rrezik shumë të lartë. Përveç kësaj, ne si kompani jemi të certifikuar edhe me ISO standarde të ndërkombëtare. Kemi pas edhe ekspert të jashtëm për të na ndihmuar në këtë drejtim. I kemi bërë investimet e tona, mirë po mos zbulimi i rasteve, mos dhënia e feedbackut, mos dhënia e ekspertizës pe organeve të rendit të Kosovës, lë shumë për të dëshiruar, edhe jo vetëm për neve si kompani e sigurimit që kemi të humbura miliona euro, edhe shumë të konsiderueshme që jemi të dëmtuar, vetë edhe si kompani, por kjo është edhe një dëm i cili i shkon edhe risigurusit, për cilën ne kemi një policë, edhe një pjesë të madhe në mbulojnë ata, dhe kuptohet e humb edhe e rrezikon kompaninë tonë e cila ka shumë të punësuar, edhe me mendu që çka duhet bëjmë sepse nuk po shohëm dritë në fund të tunelit. Pra, nga krejt të raste po thëni që rrezikohet edhe ushtrimi i këtij biznesit nga ana juaj për shkak se jeni para një akti të krym ku po ndodhin plaçkitjet, po upin milionat, nuk ka zbulim, edhe e keni pothuajse të pamundshme me vazhdu? Absolutisht, kjo e ka rëndu shumë biznesin tonë. Thash për kundër që ne çdo herë kemi investuar, kemi rrit investimet, qoftë në kerrën e blinduar, qoftë në kamerat që i patë dhe kamera në secilin rast është më sofistikuar, në trajnimet e personelit tonë, mirë po ata po ndodhen përballë një force jo proporcionale dhe keqbërësit në këto raste kanë përdorur metoda të cilat na kanë vendosur para një akti të kryer. Këta gjithsesht operatorët apo rojet e transportit parave të gatshme kanë mbetur në një pozitë apo janë përballur me force jo proporcionale me keqbërësin. Zoti Bikliqi, këto aspektet sigurisë cilat i ngriti edhe zoti Hoxha edhe Graniti në këtë rast zoti Hasani. Çfarë politika sigurisë pra kemi dhe a janë adekuate këtu për të ofruar siguri të nevojshme që
të kryen gjitha këto transportime të parave edhe që mos në ndodhin këto incidente, apo ka probleme edhe në aspektin e politikave në këtë sektor? U flet për politikat e ligjit për shërbime private të sigurisë, me atë sa kuptova one. Janë udhëzimet administrative cilat i përcaktojnë vlerat e bartjes të kirshit. Në këtë rast, në shumicën e rasteve, legjislacioni merret si model nga një shtet i zhvilluar. Edhe i njëjtin është veç përkthehet në gjuhën shqipe edhe implementohet. Gjë që unë mendoj që nuk duhet me i lënë indiferent kompanitë e sigurimit të cilat e kryjnë transportin e parave të gatshme. Në këtë rast, Ministria e Punëve të Brendshme duhet me bashkëpunu ngushtë edhe me harmonizu një udhëzim administrativ konform nevojave. Po supozoj, në Gjermani ose në Suedi, udhëzimi administrativ mundet me konë shumë i mirë. Po ata e kanë një mekanizëm shtesë të kontrollit, cilën e monitorojnë edhe implementimin e tij. Në këtë rast, Kosova nuk mendoj që ka fuqin ose mekanizmat e sigurisë nuk janë as të fuqishme për me mujt me monitoru të njëjtin udhëzim administrativ. Andaj mendoj që duhet me u trajtu rishtas edhe mu harmonizu bashkë me idetë e kompanive private të sigurisë. Në këtë rast isha ndërlidh pak me zotin Hoxha, e di që shumica nga policët ose hetues në rastet të caktuara ankohen për mos mbështetje institucionale në rast të zbulimit të veprave të tilla. A është e vërtetë kjo zotri Hoxha, apo kanë mbështetje secili pjesëtar, qoftë hetues, qoftë policë i Republikës të Kosovës, që ka mbështetje të mjaftueshme nga ana e institucionit për të cilin edhe punojnë? Zoti Hoxha? Jemi krejt në fund, kështu që nuk ka asnjë dyshim që policët tonë kanë mbështetje në të gjithë veprorëve dhe të gjithë menaxhmentit për punën që bëjnë. Domethënë, ne ofrojmë mbështetje, ofrojmë logjistikë, ofrojmë kushte, po edhe mbrojtje njësoj të rrjedhshme për punën që ata e bëjnë. Ata janë thirrur për të kryer detyrat. Edhe nuk kemi pas asnjëherë ndonjë anketë që dikush qoftë nga jashtë, qoftë nga brenda sistemit, u ka bërë atyre presion për të mos zbuluar rastin, ose u ka dhënë ndjenjën e pasigurisë për punën që bëjnë. Çka do të ndërmirët, zoti Hoxha, që të parandalohen dhe të luftohen këto raste të plashkitjeve? Shkurtimisht. Shkurtimisht, mendoj që këtu duhet një bashkëpunim, sepse është një fenomen që nuk zgjidhet vetëm nga policia. Tash debati po sillet po edhe në përgjithësi. Mandatin e ka policia dhe prokuroria mi zbulu. Patjetër, unë thash policia nuk është një fajtor kujdestar për gjithçka që ndodh në Kosovë. Do ne pas parasysh që policia sot edhe gjaty në 2 vitet të fundit sa punën e ka kryer. Ne jemi bon doktor, ne jemi bon mjek, ne kemi luftuar me pandemin, ne jemi duke luftuar me maskat, ne jemi luftuar me muzikat, me dasmat, me ahengjet, me aksidente trafikut. E vërtet që është ngarkuar policia, po flasim për të raste konkrete. Operacione në veri, që janë më shumë operacione gjysmëushtarake sa gjysmë policore. Edhe kryen këto detyra policia. Po në rregull, nuk disproporcione me institucione tjera është se policia i ka rreth 10.000 punësum. Për dallim për shembull pe prokurisë që i ka asnjë mi plot. Nuk ndërpreva derisa fole. Në rregull, nëse debat po bëjmë. Okej. Po në rregull, po a deshna me thënë që kemi qenë shumë të ngarkuar gjatë vitit që shkoi edhe gjatë këtij viti për shkak të detyrave shtesë që policia i ka kryer. Domethënë, kjo ndoshta edhe nuk ka mujt me ofru siguri të nevojshme për gjitha punët që i ngarkohen kësaj. Përndryshe, neve na duhet bashkëpunim me gjithë njerëzit. Aja çfarë ne po bëjmë që çdo muaj do të kemi analizë të saktë të rasteve, në përgjithësi rasteve kriminale, edhe do të fokusojmë personelin ton policor atje ku është më së nevojshme, edhe aty ku i kemi pikat e zeza, edhe na duhet një bashkëpunim edhe me kompanitë e sigurimit në fakt në raste të tilla, edhe na duhet mbështetje edhe për organeve tjera që i vjen prokurorisë, edhe institucioneve tjera të sigurisë me qëllim të parandalimit edhe zbulimit të rasteve. Okej, shkurt e kemi edhe një minutë krejt për një reagim të shkurtë të juaj. Zoti Hasani, çka tutje? Më duhet vetëm edhe një minutë nëse mundem. Jo, edhe një minutë na kryet këtë emisionin zoti Hoxha. Zoti Hasani? Më duhet se i kam bërë borxh për numrin e rasteve, se tha që më herët kemi numër të madh të rasteve. Jo, s'pikthemi kësaj të fillimit, ju thatë nuk jam duke kthy. Po flas vetëm nga viti 2008 deri në vitin 2021. Gjithsej grabitjet në vitin 2008 kanë qenë 380. Jo, zoti Hoxha, mos shkojmë me këto statistika se na merr. Nuk ka statistika, e numrat sakta. Po flasim edhe herave të tjera. Vetëm dy numra po ja. Po flas nga 380 grabitje në vitin 2008
në vitin 2021 kemi qenë 45. Shumë mirë. Zoti Hasani, çka tutje? Si që potencova, ne kemi bërë shumë investime, ne jemi duke ridiskutuar, ne jemi duke kërkuar nga organet e drejtësisë të bashkëpunojmë më shumë me neve, të bashkëpunojmë njëra me tjetrën, sepse 3 landi kemi në Prishtinë, kjo e fundit është në Gjilan, modus operandi është i njëjtë, ndërsa ne nuk dim ku o bashkëpunimi, sa kanë ta bashkëpunim mes vete, për të zbardhur rastin, për të ndalur rastet e tilla, sepse nëse nuk kemi rezultat vërtet është lë shumë për të dëshiruar dhe ne si kompani po mbesim në mëshirën e organeve të rendit në bazë të atyre që ja kemi ofruar deri më sot. Krejt në fund, zoti Shala? Për statistikën, vim fund vitit 2020 kanë betë 146 persona në hetime, derisa vetëm 21 persona jenë përlashtru kallëzime penale. Po flasim për rastet e grabitjeve, që në rast me mbet është jashtëzakonisht shqetësues. Nuk pajtona me zotrin Hoxha që kjo është një kriminalitet i sofistikuar deri në mosën që pothuajse bën pamundësi objektive me u hetu këto raste. Përgjegjësia është subjektive, dështimi është subjektiv, është ndërinstitucional. Nuk është vetëm te policia e Kosovës, ju ka rrohisë sepse jeni vetëm ju sonte këtu dhe nuk është prokuroria mirë, po definitivisht është koha e fundit që në kuptim të këtij interesi nacional me vepru të gjitha institucionet deri tek qeveria me resurse financiare me gjitha çështjet si për me ndiku në sigurinë shtetare në investimet e huaja dhe në interesat e tjera nacionale. Faleminderit shumë, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe kontributin që dhat për diskutuar për këtë temë. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision. Gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike tempus@koha.net. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.